Taravari në një prononcim për media gjithashtu tha se një nga arsyet është mos funksionimi i koalicionit për brenda. Ai tha se ka bërë disa anketa, ndoshta nuk i dia i ka ndodhe me jo apo i ka pas personale për përdorim të partisë së tij, ku 70% është pakënaqësmëria e qytetarëve në raport me punët të cilat po i ban vlenin në qeveri dhe se koalicioni nuk funksionon. Pra tha se nuk mund të kryen punët, tha se ka edhe funksionarë që nuk shkojnë në punë, duke aluduar për funksionarë të lëvizjes Besa. A mendoni se qëndron ndonjë nga këto arsye të cilat i dha zoti Taravari? Shqyqoni, në një moment i ka apostrofuar këto anketa, por kur kemi kërkuar se kush është agjencioni dhe kush qëndron para këtyre anketave, nuk kemi pasur informat. Fatkeqësisht dhe jo rastësisht, do kisha thënë që këto sondazhe janë shumë të paraafërta me disa sondazhe të ngjashme që publikon BDI për kanalet e tyre të komunikimit me opinionin dhe nuk dua të besoj që edhe kjo mund të jetë një ndër arsyet e këtij qëndrimit zotrit Taravari. Pra, nuk qëndron as pak që koalicioni Vlen është jo funksional, nuk qëndron as pak që funksionarët e koalicionit Vlen janë të papërfaqësuar dhe nuk kanë potencë politike për të kryer detyrat e tyre, për më shumë që ne kemi institucione shumë të rëndësishme ku ka edhe rezultate konkrete në veprim.